Trajtimi i ndërtimeve pa leje ka filluar. Nëse keni ndonjë shtëpi, banesë, lokal pa leje, shfrytëzo rastin, legalizoje. Regjistrimi i ndërtimeve pa leje mund të bëhet vetëm deri më 5 shkurt 2015. Regjistrimi është falas. Plotëso formularin e regjistrimit dhe dorëzoje në komunën e Gjakovës. 5 arsye pse duhet të legalizosh ndërtimin pa leje. Ndërtimi juaj bëhet i ligjshëm dhe i sigurt për banim. Kaloni hapin e parë të regjistrimit të ndërtimit tuaj në kadastër. Ndërtimi juaj mund të shërbejë si hipotekë për marrje të kredive nga bankat. Komuna juaj do të planifikojë dhe ofrojë shërbime për të cilat keni nevojë. Nuk shqetësoheni se ndërtimi juaj do të rënohet. Mbani mend, nëse nuk regjistroni ndërtimin pa leje, do të humbni mundësinë e legalizimit. Regjistrimi është hapi i parë i procesit të legalizimit të ndërtimeve pa leje. Për më shumë detaje, vizitoni webfaqen e Komunës së Gjakovës.